3 këshilla për pacientët shqiptar që jetojnë në Gjermani dhe kurohen apo mjekohen apo diagnostikohen këtu. Flas për ata që jetojnë këtu. Të dashur miq, nuk e mendoja kur se do vinte dita që do bëja këtë video, por ja që me gjithë sistemin ka problemet e veta dhe prandaj dua dhe t'i paralajmëroj. E vërteta është kështu, çdo gjë kudo në botë, jo vetëm në Gjermani, drejtohet rreth lekut. Jo çdo gjë, jo 100%, ndoshta është një 1% që nuk varet nga leku, por 99% e gjërave për mendimin tim personal drejtohen nga leku, i vë leku në lëvizje. Në Gjermani spitalet janë në pjesën më të madhe të rasteve spitale private. Drejtohen në fund të fundit nga biznesmen. A bëhen të mira? Po, bëhen të mira, normale, se trajtohen ditë për ditë pacient, operohen, mjekohen, diagnostikohen. Por si përfundim, një ekonomist, një XY, duhet ta mbajë këtë spital me lekë dhe përfundimin ai ka fitimin. A është kjo në kurisë të pacientëve? Jo patjetër, por prandaj duhet të bëj këtë video sepse për fat keq ndonjëherë. Numri 1 që dua të them, këshilla ime numër 1, është për ata pacientë që duan të bëjnë ose janë privat pacient, ose duan një Zusatzbezeichnung, më falni, Zusatzversicherung, që do të thotë një siguracion shtesë. Për këta pacientë që duan të bëjnë një siguracion shtesë, do të sugjeroja gjithmonë privat plus shefarz. Shumë pacientë bëjnë gabimin, bëjnë privat, por pa shefarz. Problemi qëndron këtu, pra do me thënë në stacionin privat, që është një stacion pak më luksoz, dhe trajtohen nga shefi vetë. Këta pacientë që duan privat, po pa shef, është problemi se shkojnë në këtë stacionin privat, por nuk trajtohen nga shefi, zakonisht trajtohen nga asistenti i shefit dhe nga një obarës, dhe problemi qëndron se në këto stacione trajtohen fatkeq shumë shpesh si pacientë të klasës 2. Prandaj unë nuk do ta sugjeroj këtë gjë. Ata që duan, domethënë komplet këtë luksin dhe trajtimin gjoja maksimal, privat plus shefarz. A është gjithmonë më i mirë i trajtimi me shefarz, kjo dhe për të diskutuar, por presupozohet, po them. Numri 2. Gjithmonë të jeni të përgatitur, urgjenca është urgjencë, por në raste shtrimi, në raste kur pacientët rigjatë, një mënyrë e mirë komunikimi, jo mënyrë që të keni ju kujdes dhe atë po, por ka shumë pacientë nuk din gjermanisht, nuk din anglisht, nuk din këtë, nuk din atë, kur ti nuk di as gjermanisht, as anglisht, nuk gjen as në një përkthyes, është shumë problematike. Prap, trajtohesh si pacient i klasës së 2, duhet të keni kujdes. Pacientët të cilët nuk e kanë këtë mundësi, duhet të gjejnë dikë për përkthim. Mjekët janë në princip të detyruar që t'ju shpjegojnë se çfarë problemi keni, si e gjendje, po kur pacienti nuk ka asnjë mjet komunikimi, asnjë përkthyes, asnjë gjë, është pak problematike, sepse spitali nuk gjen gjithmonë një përkthyes, ose gjen një që e përkthehen ashtu, gjysma. Prandaj edhe kjo. Dhe këtu dua të fus dhe atë, nuk kam si ta kuptoj si sot e kësaj dite më shkruajnë qindra pacientë, më shkruani, nuk ka problem, që vinë në trajtohen këtu në Gjermani dhe më thonë nuk mora vesh, nuk më shpjegon mjeku. Nuk mund ta kuptoj këtë gjë. Pra kërkojnë llogari mjekut. Janë të detyruar t'ju shpjegoj çfarë po ndodh, çfarë ekzaminimi do bëhet, çfarë ndërhyrje do bëhet, çfarë mjekimi do jepet, pra gjithmonë llogari.
po që të kërkosh llogari duhet të jesh dhe me gjuhën mirë. Ktu është problemi. Numri 3. Vim tek më kritikja. Kini kujdes, sepse, siç po e thoja, shumë ndërhyrje janë të nevojshme, okay? Por nëse e rrisin vërtet atë cilësinë e jetës së pacientit, apo janë thjesht kozmetike, unë e vë gjithmonë në pikpyetje. Kujdes nga ndërhyrjet e panevojshme. Gjithmonë flisni me mjekun kur ju sugjerohet një ndërhyrje. Si është ajo afatgjatja? Pra, është një ndërhyrje që do përmirësoj thjesht simptomatikën, është një ndërhyrje që mundet të shkoj mirë, po nuk mundet, apo është një ndërhyrje që thot mjeku me siguri duhet bërë patjetër. Kujdes, sepse disa ndërhyrje bëhen thjesht për estetik, e për fat keq duhet ta pranoj, shumë e bëjnë edhe thjesht për lek. Prandaj keni kujdes.